Oli nuk qëndroi në stolin e rezervave, kështu mundi të luajë gjatë gjithë kohës. E vërtet. U caktua në skuadrën e dytë dhe luajti me shumë autoritet në ndeshjen e parë stërvitore. Ndoshta në fillim të kampionatit nuk do të luajë si titular, por një vend në rezervë ka për ta gjetur. Bëj një para, Oli. Po, zotri. Do të luash në skuadrën e parë si sulmues, në anën e djathtë. Çfarë? E dëgjuat, Oli do të luajë në skuadrën e parë. Dhe pastaj jo pas sulmuese, po në anën e djathtë. Mere, Oli, kjo është e jotja. Në lojë tani. Faleminderit, është një nder i madh për mua. Shiko, do jetë vetëm një stërvitje, por Harton do të luajë në skuadrën e parë. Më në fund zoti Eduard u bit nga aftësitë e mira të Olit. Shumë mirë djema, të gjithë në pozicion. Po, trajner! Roli nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që unë të bëj më të mirën e mundshme për veten time. Dua që të jem në atë ndeshje. Është ndeshja inauguruese e kampionatit spanjoll. Ta marrë mira, pse nuk lejojnë të futemi këtu brenda? Po si është e mundur? Po fillon stërvitja për ndeshjen e parë të kampionatit. Ja përse. Oh, e martë e mira, çfarë mund të bëj tani për t'i parë? Nuk mund ta besoj. S'po më besohet. Qeshni. Harton në meriton skuadrën e parë. Harton luan në skuadrën e parë. Bukur! Forca Harton, je më i miri. Duhet ta kuptojnë që të gjithë. Duhet t'ja dal. Rivaul më pasoi shumë mirë. Është një top i përsosur për mua dhe unë duhet ta shfrytëzoj këtë pasim për të patur një vend në skuadër. Të shohim nëse arrin dot ta kapësh. Fargoni bukur! Faleminderit Rivaul, një pasim i shkëlqyer. Ky Oliver Harton është një djalë me shumë talent. Po e kam vënë. Duhet ta pranojmë që është një lojtar që ka të ardhme. Keni të drejtë djema. Dyshja Rivaul dhe Harton. Kopja e re e artë e Katalonjës. Çfarë mendoni ju për këtë? Është një dyshje e shkëlqyer. Harton, je më i miri, je më i madhi, je një kampion. Hey, mistret, si ke arritur të hysh këtu? Po, ja në të vërtetun. Hey, Dalo!
Mirë, kush nga ju do godasi pari? Shumë po mburet ky bukuroshi, le t'ja bëjmë qefin djema. Në rregull, e po atëherë kush do filloj pari? Duke luajtur me 2 sulmuesi në sezonin e kaluar, vetëm 2 nga ne mund të mbesin në fush. Forca, jepi në djema nxitoni njëri pas tjetrit. Po mirë, po filloj unë i pari. Jepi, gjuaj e fort. Alberto Panelli, kampioni kombëtarës italiane, ka imagjinat të shkëlqyer, sa do doja të gjuaje si ai. Ta marrë mira. Ishte shumë e thjeshtë për mua. Tani e kam radhën unë! Një tjetër kampion italian, Francesco Morana, i famshëm në të gjithë botën për shpejtësinë dhe fuqinë e gjuajtjes së tij. Po, bëra gol! Është radha ime! Teodori, i kombëtarës franceze, Kamsiec, i kombëtarës jugoslave, Hernandez, i kombëtarës argentinase, të gjithë kampion të mëdhenj. Japonez, e ke ti radhën. Jepi forca Lenders, kur ajo? O jo, nuk më besohet. Nuk mund ta pranoj, jam nervoz. Japonez, përpiqu të rish i qetë. Qetësohu, po mos të zëri gjumi. Sa për të qeshur. Rifillon xhiroja e dytë, e kam u radhën. Nuk kam mbaruar akoma. Ku vete, bëre një gabim. Radha jote kaloi më parë. Ktheu këtu. Harroje, unë nuk dorëzohem. Asgjë nuk mund të më ndalë. E pabesueshme. Nuk arrita fare të lëviz. Ishte një goditje vërtet e fortë. Doja dalë. Do arrit të luaj dhe në kampionatin italian, në më të vështirin e botës. E përkryer, gjuajtja e forte të djathtës së Lenders do të çmohet edhe në serinë A italiane. Jam i sigurt për këtë. Forca Tatiana! Vraponi! Kape, për ty! Jepi më shpejt! E jotja! Është e imja! Të lumë, Bernard! Një gjuajtje e bukur me kokë! Faleminderit për pasimin, Oli, ishte i shkëlqyer. Koha mbaroi. Do të bëjmë 5 minuta pushim, pastaj do të rifillojmë djema. Po, trajner! Harton, Po, zotri. në ndeshjen tjetër dua të ndryshosh pozicion. Do të luash si sulmues i lirë me Grandion. Në rregull, zotri. E dëgjuat, trajneri vendosi të ndryshoj rolin Hartonit. Në fillim i tha që të luante pas sulmuesve, më pas si sulmues i djathtë dhe tani shiko si e ndryshon përsëri. E sakt, tani do ta provoj si lojtar të lirë. Shiko, sipas teje trajneri në çfarë roli do ta vendos Hartonin? Nuk e kam iden. Ej, Harton. Nuk shërben për asgjë të mendosh shumë, mos e harro këtë gjë. Në rregull. Ne të dy duhet të përpiqemi të bëjmë lidhje ndërmjet sulmit dhe mbrojtjes. A je i qartë për këtë? Po. Kapiteni i Kataloniës, Grandios, titulari kombëtare spanjolle. Puskas, i kombëtares franceze. Albert, i kombëtares holandeze. Dhe Ardilea dhe Pajon, dy kampion të mëdhenj. Titular të jashtëzakonshëm të skuadrës spanjolle. Harton! Kur janë në fush, ata japin maksimumin për të marrë topin. Përpiqen me shpirt. Grandios ka të drejtë. Nuk ka shumë kohë për të menduar. Problemi është se çfarë të bëj unë së bashku me gjithë këta kampion të mëdhenj. Nuk ka rëndësi se në çfarë pozicioni do të luaj. Në mes të këtyre kampionëve, di vetëm se mund të rritem dhe që është shumë argëtuese. Është shumë bukur, është si një ëndër.
Një ëndër e bukur dhe jam vërtet me fat. Kjo është loja më e bukur e botës. Futbolli është jeta ime. Duhet ja marrim topin. Nëse vazhdon të luaj në këtë mënyrë, Harton do të më zërë vendin. Leri fjalët dhe merri topin. Sa bukur! Harton dhe Rivaul luajnë së bashku sikur të kenë kohë që janë njohur. Harton, Rivaul, ju lum! Jeni treguar vërtet të zot. Hey, pas ke hyrë prap pa leje kimi stret? O, jo, sa për fat. Ndalo! Ndim! Hey, këtu! Harton! Po, Rivaul, ja ku jam. Është fantastike. Mezi pres të filloj kampionati. Mezi po pres të luaj. Gol, të lumt Harton. Gjuajtje shumë e bukur, Harton. Mund edhe që ta vendosin në formacionin bazë të ndeshjes së parë. Si thoni? Unë nuk do t'isha aq i sigurt. Harton po luan shumë mirë. Është një fenomen në të gjitha rolet. Çfarë do të thuash? Që do e bëj trajnerin ta ketë të vështirë të vendosi për të? Më parë shohim se çfarë roli do t'i caktoj. Nuk është një detyrë e lehtë për zotin Eduard sepse ka një skuadër kampionësh. Forca jepi, ma gjuaj topi. Prit edhe pak se ka mu radhë. Hë pra ma jep tani. Spanja është e kundërt me Japonin ton kaq kaotike dhe frenetike. Është shumë e qetë, mjaft relaksuese. Nëse nuk do t'ishim për punë këtu, do t'ishte rasti më i mirë për t'u qetësuar edhe ne. Djema, sipas jush, në fund në cilin rol do ta caktoj trajneri Hartonin? Nuk arrin ta heqësh dot nga mendja atë djalë, apo jo? Po, pikërisht. Dua të di se si do cillet në Spanjë lojtari më i aftë që ka njohur ndonjëherë historia e Japonisë. Në këtë vend futbolli është shumë i përhapur dhe i ndjekur nga të gjithë. Ke të drejtë, edhe mua më ngjall shumë kuriozitet. Djema, un kam një ide. Secili nga ne thot një rol dhe më pas vëm një bas me një darkë. Jam dakord, miku im. Un për vete them në anën e djathtë. Unë vë bas që do të luaj i lirë. Do pushoni? Ha, pra, argëto dhe ti me ne. E po, të shojmë atëherë. Unë vë bas që do të luaj me sfushori djathtë. Do të luaj pas sulmuesve. Pa prit pak, po ti kush je? Dua të marr pjesë dhe unë. Keni vënë bas me një darkë apo jo? Harroje, nuk e për ta fituar Basti. Harton është shumë i zoti, por ka shumë kampion. Futbollist kalibrit si Rivaul për shembull. E po, ka të drejtë, të luash pas sulmuesve nuk do të jetë e thjeshtë. Unë shpresoj të futet në skuadrën e parë, por në atë rol është vërtet e vështirë që ai të futet. Po, hyrë. Mirëmëngjes, zoti Eduard. Çfarë ka? Doni të më thoni ndonjë gjë? Pikërisht. Harton, doja të të kërkoja diçka para ndeshjes inauguruese. Sigurisht. Më thuaj, ti në cilin rol do të doje të luaje? Çfarë? Të futa të luaje në role të ndryshme në çdo zonë të fushës gjatë stërvitjeve. Tani dua të më thuash ti se në cilin nga këto role don të luash. Në ëndrat e mia që në fëmijëri, ajo që ka më ndërruar gjithmonë ka ardhur. Zoti Eduard po më kërkon që të zgjedh. Tani që po e jetoj, pothuajse nuk arri dot ta besoj. Kam luajtur. Kam luajtur si sulmues në kampionatin e futbollit për fëmijë. Edhe kam qenë kapiteni i skuadrës time në atë kohë. Më pas, njoha Roberton, i cili më mësoi që të luash pas sulmuesve është shumë e rëndësishme. Kështu mundova të bëja më të mirën time për atë rol. Në të vjetrën dhe të dashurën skuadër të shkollës të njëtimit, isha një mesfushor, një krijues i lojës që shënoja shumë gola.
Me mbështetjen time, skuadra ka fituar kampionatin për 3 vjet rresht. Dhe që atëherë kam luajtur në atë rol. Ai është vendim. Por Harton, do të luash në skuadrën e parë si mesfushor, në anën e djathtë të fushës. Çfarë? Në stërvitjet e Katalonjës kam luajtur në shumë role. Mesfushor i djathtë, por kam luajtur edhe si mesfushor i majt. Ishte vërtet argëtuese të luaje në role të ndryshme. Do t'jepja çdo gjë për të qenë përsëri në skuadër me Rivaulon dhe gjithë kampionët e tjerë. Me të vërtet çdo gjë. Por tani, Zoti Eduard po më kërkon se çfarë roli dua të marr në fushë. Unë, zotri, dua të luaj pas sulmuesve. Ky është roli që dua më shumë. Në rregull, kaq kisha, mund të largohesh. Ju faleminderit shumë, zotri. Tani nuk kam dyshime. E di. Dua të luaj pas sulmuesve. Do t'jetë e vështirë të filloj si titular, pasi është edhe i madh i rival, por i kam disa mundësi. Sigurisht, duhet vetëm të jap më të mirën time dhe ta bëj zotin Eduard të vendos. Po, kjo është gjëja më e mirë. Jam shumë i sigurt për këtë. Është një gatim tipik brazilian, je i kënaqur? Ha, ulu këtu, Oli. Faleminderit. Të kujton kohët e vjetra, apo jo, Oli? Ti mund të shërbesh vetë tani. Të falenderoj shumë, Rivaul. Po, kuzhina braziliane më kujton kohërat e vjetra. Punkezo, mami me gatuan shumë mirë këtë. Neve na pëlqen shumë ky ushqim. Tani, po e provoj. Është vërtet shumë e shijshme. Jam e lumtur që të pëlqejnë, kam gatuar shumë, mund të marrësh përsëri. Oli, më duket se trajneri të thërriti në zyrë sot, apo jo? A mund të më thuash se për çfarë bëhet fjalë? Zoti Eduard më pyeti se në cilin rol doja të luaja. Vetëm kaq, asgjë tjetër. E kuptova, po më thuaj ti si u përgjigje atij? Unë në të vërtet... Jo, nuk duhet të më përgjigjesh. Çdo gjë që keni thënë ka të bëjë vetëm me ju të dy, apo jo? Oliver, të lutem, më trego se si është Japonia. Çfarë? Po, na trego. Atëherë Japonia. Japonia është... Shumë faleminderit për mirëpritjen. Do vish përsëri, na e premton këtë? Do të luajmë të gjithë së bashku futboll, por do fitoj unë. Në rregull, me që e thua ti, do të vit ju takoj së shpejti. Kur të duash, do të na bëhet qefi. Mirupafshim, Oliver, të uroj natën e mirë. Faleminderit. Natën e mirë dhe juve. Mirupafshim, ktheu së shpejti, Oliver. Mirupafshim së shpejti. Mirë, fëmijë, vajti vonë, lani dhëmbët dhe shtrihuni. Në rregull. Oliveri, të ngjan shumë ty kur ishe pak më i ri. Çfarë the? He pa besueshme, mendon vetëm për futbollin gjatë gjithë kohës. Është pasioni i tij i madh. Për këtë arsye është miku yt më i mirë, jam e sigurt për këtë. E po, të them të drejtën nuk e di. Si? Oli mund të bëhet rivalim. Në skuadrë kam fjalën. Kampionati spanjoll fillon pas një jave. Dhe unë do të luaj në skuadrën e parë me Rivoal dhe gjithë kampionët e tjerë për të fituar. Oliver, zoti Eduard do të takoj me njëherë. Erdha! Po kur do të zbres në fush? Ke të drejtë, është me vonesë dhe unë nuk po e kuptoj pse. Çfarë?
Po, dakord, të telefonoj unë. Djema, ka lajme interesante nga Italia. E çfarë lajmesh? Kampioni i Piemontit, Paneli, është dëmtuar dhe nuk mund të luajë në ndeshjen e hapjes. Si? Çfarë the? Atëherë kështu i bie. Mark Lenders do të luajë si titular. Kjo gjë nuk do të më habiste as pak. Madje do të thoja që mund të jetë e mundur. Sa mirë. Faleminderit për pritjen. Trajneri do të bëjë një deklaratë. Zotrin nuk e kam idenë se çfarë do t'ju komunikoj. Di vetëm se gazetarët duhet të më ndjekin në sallën e konferencave. Aty do ta merrni vesh se për çfarë bëhet fjalë. Me siguri do të pyes se në cilin rol do të luajë Hartoni. Atëherë do të luajë me Mark Lenders si titular. Ky ishte lajmi më i madh në gjithë futbollin japonez. Jo, Oliver, ka marrë një vendim. Ti do të luash pas sulmuesve. Por do ta bësh me skuadrën e dytë. E vendosa për të mirën tënde, Harton. Duke luajtur me skuadrën B do të shërbej shumë. Në skuadrën e dytë. Nuk do ta kem bluzën e titularit.